Albumi i kujtesës, muzika, lufta dhe dhimbja në artin e Vlera Kastrati. Vlera Kastrati, artistja dhe krijuese e albumit dhe librit Anatomy of My Soul, Anatomia e shpirtit tim, ka përdorur muzikën dhe shkrimin për të krijuar një rrëfim të thellë emocional që lidh kaluarën dhe të tashmen, duke nxjerrë në pa ndikimin e luftës në Kosovë dhe dhimbjes në art. Ky projekt është një dëshmi e fuqisë që ka arti për të shëruar plagët e shoqërisë dhe individëve pas periudhave të dhimbshme. Në intervistën e saj, Vlera tregon se si dashuria për muzikën e ka shpëtuar nëpërmjet krijimtarisë dhe pasumjeve të mëdha që ajo ka përjetuar gjatë periudhës së luftës dhe pasaj, fillimisht e ndikuar nga kultura dhe muzika shqiptare që kalonte nëpër shtëpinë e saj, ajo ka krijuar një lidhje të fortë me muzikën, por një lidhje që u ndërprer pas periudhës së dhimbjes pas luftës. Sidoqoftë, ajo arriti të rikthejë këtë dashuri për muzikën duke shkruar dhe krijuar këngë që pasqyronin ndjesitë dhe kujtimet e saj të pashprehura. Përmes albumit dhe librit, Vlera ka arritur të ndihmojë shoqërinë në procesin e shërimit kolektiv, duke trajtuar me guxim dhe sinqeritet temat e luftës dhe të humbjes, duke përdorur artin si një mjet për të përballuar dhimbjen dhe për të ruajtur kujtesën historike. Sipas saj, arti ka fuqi të madhe për të sjellë kujtime të harruara dhe mbajtur gjallë historinë që mund të kërcënohet nga rresa. Ajo beson se ndihma e artit për të kaluar përmes traumave është thelbësore për procesin e shërimit dhe ripërthëritjen e shpresës. Vlera gjithashtu flet për procesin e kujtimit të periudhës parë dhe pas luftës në Prishtinë, duke përmendur sfidat e identitetit të shqetësuar nga presioni i politikës dhe shtypjes sërbe, ndërsa ajo sheh veten si një survivor që nuk ka përjetuar drejt për drejt masakra, ajo ndjen faje për mungesën e pjesëmarrjes aktive në ndodhi tragjike, por e gjen guximin për të ndarë historinë të tjerëve dhe për të kujtuar të kaluarën pa frikë. Në shoqëri që është ende e traumatizuar nga pasojat e luftës, Vlera e sheh artin si një mundësi për të krijuar një kujtesë të drejtë e të plotë asaj që ka ndodhur. Ajo thekson se arti ndihmon për të mbajtur gjallë kujtesën, për të përballuar dhimbjen kolektive dhe se ai mund të shërbejë si një mjet edukues për brezat e rinj për të kuptuar rëndësinë e historisë të kujtesës, në mënyrë që të mos përsëriten gabimet e të kaluarës. Ky projekt i Vlera Kastratit është një thirrje për të përballuar të kaluarën, për të shëruar plagët e për të mbajtur gjallë kujtimin e historisë përmes artit e muzikës. Ky libër i kushtohet një grue të veçantë, thot ajo, nanës sime të ndjerë, Alide Vinca Kastrati, një grua e cila gjithmonë do të jetë burimi im i dashurisë, një grua e cila ka simbolizuar qëndrueshmërinë e hekur të nanës shqiptare, por ajo s'arriti ta lexonte dot librin.